Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi sërish së bashku këtu tek fati ymë për ta nisur ditën me sa më shumë pozitivitet dhe të mira buzëqeshje. Do të jemi sërish në këtë ditë për të parashikuar hartat tuaja astrologjike të personalizuara dhe me mua në studio astrologu Jorgo Pulla. Jorgo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi, kënaqësi, kjo ditë e martë, një ditë mjaft e rëndësishme në ana planetare, sepse kemi afër ditën në shenjën e peshqve, ku kemi të bëjmë me ekonominë, kemi të bëjmë me dashurinë, kemi të bëjmë me paranë, kemi të bëjmë me shumë gjëra deri do qëndroj në peshq deri me datën 6 mars. Prandaj rishikojni gjërat sepse ka shumë surpriza në lidhje me çështjet të 3 vitet e fundit, për ata që kanë pas probleme i zgjidhjes, sidomos shenjat që kanë bënë shenjat e ujit në fakt, që kemi të bëjmë me gaforën, kemi të bëjmë me akrepët, kemi edhe me peshqit. Tek peshqit ndodh fenomeni. Do falenderoj Jorgo, ju rikujtoj që mund të bëheni pjesë e bisedës sonë përmes numrit që gjeni të afishuar në ekran 0422560047 ose duke na shkruar një mesazh në faqen tonë të Instagramit Fati Ynë RTS. Do të ndjekim siglen dhe rikthehemi më njëherë në studio për të vijuar me telefonatat dhe mesazhet. Do të anisim këtë ditë të sotme me një telefonate. Mirë presim atë në studio. Alo, mirë mëngjes. Alo. Mirë mëngjes, me kë flasim dhe nga na telefononi? Mirë mëngjes. Po, ju dëgjoj. Jam nga Librazhi, një zonë nga Librazhi, do të pis për gotën dhe për dhëndrin. Pa tjetër. Na ndihmoni me datëlindjet, ju lutem. Do ju lutesha të na dëgjonit nga telefoni dhe jo nga televizori në mënyrë që të komunikojmë sa më qartë. Gota është me 16 shtator 2000. Po. Në vitin 2000. Vitin 2000. Orën e lindjes e kemi për vajzën? Po, ora 6. Ora 6 e mbasdites? 6 mëngjesit. 6 e mëngjesit. Kurse dhëndrin nuk e shohë, dhëndrin e kam 23 qershor. 23? Qershor. Po. Edhe vitin 95. Edhe njerë ju lutem, 23 qershor? Vitin 1995. 95. 95, po. Orën e lindjes nuk e di. Në rregull, dhe për çfarë interesoheni për të dyja datëlindjet? Për gotën interesohen për shkollën dhe për shëndetin, si dia kalojnë vitin. Po. Ndërsa edhe për dhënë po ashtu. Në rregull. Për shëndetin, për punën. Goca ka lindur shtuna apo? Po, ditë shtunë ka lindur. Okej. Ndiqni parashikimin tuaj nëpërmjet ekranit. Jorgo, çfarë do të thuash për këtë datëlindje, të ndihmoj edhe një herë me të dhënë? Po, me se verifikum këtu. 16 shtator, viti 2000, ora 6 të mëngjesit, shkolla Shëndeti. Atëre. Kemi në lidhje me ditë shtunë, që ka lidhur është ditë e Saturnit, një ndikim mjaft i mirë dhe kjo ndodh për një mirë arsye në lidhje me çështjet e shkollës në atë parë dhe momentet që ka të bëjnë. Nga paraqitja, aparenca themi, nga ndryshime ndikimet merr nga babai, do thot nevrike, do thot mundësinë që të jep, por kërkon edhe siguri shtesë në atë çka do të bëj. Nuk nxiton dhe nga ndonjëherë imagjinoni tani ndikimi që virgjëreshat janë shumë të kujdesshme në ato që bëjnë, por imagjinosh dy fishi virgjëresh me virgjëresh. Por unë them nga ndonjëherë virgjëresha ka peshë, virgjëresha është ajo që do të bëj të realizoj me sukses. Nuk nis shumë gjëra, nis një e përfundon deri në fund. Dhe ajo që do të ndikoj dhe pozicionimi planeteve, u jep një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive në kohën e duhur dhe në gjërat që kërkohet. Megjithatë, nga momenti, periudha që ndodhin fenomenet, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me shkollën, në lidhje me shëndetin nuk ka një diçka shqetësuese fare, do ta thosha unë, edhe nëse në një diçka se janë shumë delikate, në disa gjëra, por janë shumë pozitive në jetën e tyre, janë produktiv në ato që ka bëjnë
Dhe vazhdimësia, nëse është diçka, një konsultim e mjekur nuk do ishte keq, çdo njëri e bën, por jo problematike. Jeta e kësaj vajze është në atë që për planet që ka, atë që ka do jetë shumë larg, në largësi të madhe, që do të duket se kanë mundësinë për të realizuar, dhe me bashkëshortin, nëse na tha dhe në lidhje me dhëndrin e saj, do të thotë që ka një pikë të përbashkët që i bashkon. Çfarë është kjo që bashkon, edhe sikur të ishin ndryshe, neve mund të themi me bindje të plot që koha që tregon ose mundësitë që kanë të bëjnë, meqense kemi të bëjmë me shenjën e virgjëreshës, por ja pra ku kemi këtu, kjo është e bashkëshortit të saj, të dashur saj, të njeriu të saj, të zemrës kemi Marsin, kemi ndikimet planetare që janë mjaft për njëri tjetrin, janë shumë të bërë për njëri tjetrin, dhe vajza ka planetet e saj tek kjo shenjë, pra direkt dhe janë shumë të kuptueshëm dhe mjaft të ndikuar në ato çka duan të bëjnë. Megjithse, në lidhjet dhe ndryshimet të mëdha që kanë të bëjnë në lidhje me anën familjare, lidhje me ndryshime, lidhje me vendime të mëdha që kanë të bëjnë, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në zhvillime dhe në takimet që do të bëjnë. Megjithatë, ajo çka lidhet, sepse me sa shikojmë dhe kemi momentin, meqense vajza ka lidhjen jugore tek peshqit, dhe kjo është ajo që vërtet janë të bërë për njëri tjetrin. Dhe në anën tjetër kemi dhe mundësinë, pra ndryshimin e bashkëshortit ose njeriu të zemrës, duket se ka në ndikimin tek virgjëresha. Pra janë kombinimi, pra ky është kombinim, ky është ndikim, sado që të tjerë të flasin. Dhe këto lidhje i rezistojnë kohës, sado që të flasin kundra njëri tjetrit, sado që njerëzit që flasin sepse ka njerëz që vetëm merren me llafe, nuk kanë gjë tjetër, kjo është punë e tyre, kjo është zanati i tyre, domethënë pozicioni. Dhe këtu nuk ka shanse të prishet kurrë, sado që të flasin të tjerët. Dhe është një mundësi shumë e mirë, tepër pozitive, dhe a janë të ndikuar, sado që të grinden ta me njëri tjetrin, po janë grindje dashurie, janë atë për të ardhmen e sigurt, dhe këto shenja do arrin shumë lart. Edhe do shikojnë dhe vetë me kalimin e kohës, sepse ka diçka shumë të madhe, dhe gjithmonë ndikimet që kanë të bëjnë, dhjetëdiqi i tretë i shenjës së virgjëresës, datës 16, i jep mundësi dhe kohë për atë çka do të bëjnë. Virgjëreshat futen shumë në lidhje me mjekësinë, futen shumë në menaxhim biznesi, futen shumë në çështje politike nuk do ta thosha shumë, se sa e kanë si gen në fakt, por nuk do t'i thosha për këtë, se bi geni tretë. Por gjithsesi është koha dhe momenti mjaft pozitiv për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin e tyre. Kështu që kjo është diçka shumë e madhe, këtë ndikim që ka, këtë rrugtim që ka marrë, këtë drejtim që kanë, mos ndërhyjni, sepse është koha më e mirë e mundshme për ta stabilizuar dhe nga ana e bashkëshortit, që është diçka shumë pozitive, madje plotësojnë njëri tjetrin dhe nuk ka vend dhe nuk ngelet vend bosh për të komentuar të tjerët ose për të folur të tjerët. Është diçka shumë pozitive për ta dhe bravo kjo, sepse kanë një ndikim mjaft mirë dhe një rrugtim shumë të lartë të ardhmë në jetën e tyre. Unë të falenderoj, ndërsa shkolla për datëlindjen 23 qershor 95 që ishte në këtë rast dhëndri, çdo gjë duket okay. Po pra, e fundon në një kohë edhe bëjmë këtë kombinimin që është. Po. E kuptoj që i lexove të dyja, po thjesht që të jemi të qartë për teleshikuesen që na ndjek. Do të mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo? Të thosha për djalin. Po e dashur, më thuaj. 19 i 8 2010. Dhe për çfarë interesojeni? Për shkollën, për si do ecë viti 2026. Orën e lindjes e kemi? Në 1. Në 1? Okej. Atëherë, Jorgo, 19/8/2010. 19/8? Po. 2010 edhe si do të lindur ditë e njëjtë apo? Këtë nuk e di. Okej. Ora 1. Ora nuk e Për kemi. shkollën, Ora ora 1. 1. Po. Për shkollën dhe për vitin 2026. Atëherë, në lidhje me shkollën, luan me ascendentin binjak.
Në lidhje me shkollën, janë shumë të komunikueshëm, por ka rënë pak në mësime, ka qenë shumë mirë, nuk e di arsyen, por në lidhje me vazhdimsinë, lidhje me shkollën, lidhje me gjërat, ka vend për të rregulluar, sepse ose janë shumë gjëra në një kohë dhe nuk ka arritur që ti përvetësoj, ti përditësoj gjërat e veta, po vjen një moment, jo tani, ky 3 mujor, që përfundon në muajin mars dhe ndikimi më i mirë dhe pozicionimi i planeteve që ndihmon shumë në çështjet që lidhen me anën e karrierës dhe të shkollës, është ndikimi më i mirë i mundshëm, sepse duke pasur parasysh edhe periudhën, është shpejt akoma që të themi ta ndajmë se për çfarë duhet të vazhdoj, por kjo nuk do të thotë nuk ka ndikime negative, por pozitive dhe është shumë e dhënë mbas mësimeve, por meqense ngadonjëherë lini pak kohë që të ketë për veten e vetë, sepse kështu siç e shoh është vetvetiu njeriu në këtë aspekt, sepse gjithmonë ndryshimet dhe vjedhiçi i fundit i Luanit, por në anën tjetër përfiton dhe shpëton që janë binjakët në ndikimin e ascendente, ku jep mundësinë. Por në kohën e dur, momentin e dur, gjërat do jenë mjaft pozitive dhe do filloj një cikël i ri për sa i përket kësaj vajze në fushën e shkollës dhe të gjërave që do vetë. Por është mirë që nganjëherë kur mund ta dëgjojmë se çfarë do për shembull, por jo të ndërhyjmë, se ndërhyrja prish punë. Është njësoj që të ndërhysh në diçka që e di ta bëj mirë ose ka të menduar vetë dhe ne i prishim atë mendimin që ka dhe nganjëherë shpërqendrohen. Shumë të raste na ndodh edhe me fëmijët e mi, nganjëherë unë vërtet kam qejf e dëshirë që të bëj një marrë zanat, por varet se sa e pranon në mendje në atë çka kërkon. Dhe kështu që mos ja prishim këtë gëzim që ka, se gjatë rrugtimit merr atë që do pastaj, atë që ka më të rëndësishme në fushën e karrierës së vet, por është mjaft e zgjuar, është mjaft e ndikuar në gjëra, por ka diçka me familje. Do thoni juve për nevrikoset pak tip se Luani ka këtë nganjëherë kur shpërthen, domethënë se ka një të drejtë, por gjithmonë njerëzit që janë afër adoleshencës dhe kanë atë tjetrën që e ke kaluar adoleshencë, sepse 16 vjeç bie që ka kaluar. Jo, është mënyra tani duhet kujdesi më i madh. Është njësoj që të bësh një operacion në tru. Kaq kujdes kërkon në përfundim të adoleshencës diçka tjetër, sepse mund të ikë direkt ka përcej në anën tjetër dhe hajde kape pastaj gjeje se çfarë do të bëj. Duhet shumë kujdes dhe vëmendje. Dhe mirë bëni që e ndiqni në ato çka do të bëj, mirë bëni dhe rreth një familje shkëlqyer për sa i përket çështjeve që ka të bëjnë me çështjet e punës, lidhje me gjërat që do të bëj të realizoj, por mos më shqetësoni fare sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në ndryshime dhe në vendime që merr. Të falenderoj Jorgo, do të mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. E prisnim. Ku jeni më ku jeni? Ku je bukuroshe? Ne jemi në krye të detyrës. Bravo ju qof, profesorin, si e kam? Mirë. Unë kafen e pare kam pinë 7:35 minuta me ty. Falenderoj pa mas. Vetëm nuk kam pas familje se televizor po. Falenderoj shumë. Shumë kënaqësi në fakt. Edhe po e prisim telefonatën tua, javë re. Sa po bisedoja me Adelinën që nuk na merr. Kam marrë nga telefoni nga forës, nga telefoni im se s'ma hapën. Mos ta ngjoj paktën apo na dëgjon, Unë këmë thonë të hajtë, ju thashtë të japi kafe, shkëm që bëj. Po mirë, mere me të mirë paktën. Po me të mirë se e prevova këtej, jo, e prevova ndej, ma mirë me të mirë, me amëll, me shësherë. Po gjithmonë me konsensus. Po, po sosin, po kush ati e thonë, du mota një, Jorgo, manë zotin e lërë, zotin me ndë kokës. Shqyrë që kemi ju, kalem, pimi kafe, pimi këtë kije, në qaja, në diçka që, si mas dëshirës. E vlerësoj. Falenderojmë pa mas. Për çfarë interesoheni sot? Tashi, unë kam 2 datindje sot. Po, pa tjetër. Një e ke 18 janar 93. Po. Ora, 6:30 quni. Po. Të mëngjesit klasë. E kam në Angli, edhe për baktorten, ishala mos prese me dhe para një farë shprese që mund të kjetë e pasarës. Edhe e ka 22 shkurt, peshqit, se më kanë mërthy mu gafore pesh, 22 shkurt,
Të cilit vit? 22 shkurt, tani, 95. Orën nuk e kam, së është bashkëshortja shumit. Nuk e kam orën. E kam pyet, po nuk e ka orën, po ju ndjekin direkt nga Anglia. Mos u shqetëso, për një pasardhës. Të falat të bësh? Po të falat kesh, inshallah të pjella ku më të atje. Po unë letra, dokumenta, se ato tjerë ti kom të rregullu ditë në vajtë. Kom të ditë voglit. Ndishtë një parashikimin tuaj. Shumë kënaqësi e vlerësojmë që na ritelefononi herë pas here. Jorgo, 18 janar 93. Se këtu nuk e me iku kjo. Atë 18 janar 93. Ora ishte? 6:30 me 7 e mëngjesit. 6:30. Atëre kemi 6:30. Ta bëjmë në këtë të jemi korrekt. Edhe ishte për dokumentën... Bashkëshortja e djalit 22 shkurt 95, sepse do shikojmë për një pasardhës të mundshëm, kështu që na duhen... A, kemi thënë për dokumentet ne, po ja dhe të shofim e këte. Ne kemi thënë, jo të ka thënë paka shumë, po. Do vime tjene, nullës do ikim. A ma edhe një të klindin e... Atër, bashkëshortja e djalit 22 shkurt 95. 95. Ora? Nuk e kemi orën e lindjes. Dhe interesohet për një pasardhës, këto kamë më shumë merak dhe për dokumenta. Her tjetër do të marri orën, se s'ban. Na duhet ora se s'ban, si të kemi një kombinim 100% do të thosha. Megjithatë, sot do ta parashikojmë me orën që kemi. Do e kemi me orën astrologjisë, por që të kemi pak të qarta. Atëherë, kemi djalin një. 18 janar 93, ora 6:30, që do të thotë lindur ditë hënë me ascendenten Bricjap edhe shenjën Bricjap, do të thotë ndikim pozitiv në lidhje me çështjet që bëhet me punën, me dokumentat, me dokumentat. Pse më mërzitesh? Mos më mërzit fare, sepse kanë filluar gjërat në anën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë, duke pasur parasysh po të shikojmë disa ndryshime ose ndikime. Kemi Bricjap, për shembull, kur jemi Bricjap dhe me, po të shikojmë tu, kemi shenjës së Bricjapit, e shikojmë tu ne, Bricjap, po shikoj se sa planetë janë këtu. Edhe do të thotë që Bricjap, kemi me ascendenten Bricjap, që gjithmonë nxitohet pak, nxitohet për qenë, sepse këto planete nuk e lejojnë, domethënë, o t'i bëj mërzitet për gjëra se pse s'po ndodh ose çfarë po ndodh, por këtu është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme mbi ato që kërkon në dokumentacione dhe për kohën që ka. Por rallën tjetër do bëjmë kështu, të marrim edhe kur janë hedhur dokumentat, kur i ka hedhur dokumentat në çfarë periudhe, por gjithsesi kjo është momenti dhe koha më e mirë e mundshme, me sa duket është periudha ideale për të pasur në lidhje me dokumentacione. Kurse në lidhje me shtatzaninë dhe me gjëra të tjera që e pret, këtu nuk duhet shqetësuar, sepse ngaherë shqetësohemi shumë dhe mendojmë, domethënë gjëra që nuk kap ngaherë truri, kap antena, themun, nuk kap mirë. Por kjo nuk do të thotë se nuk ka diçka problematike. Është diçka shumë pozitive dhe mund të jetë pa pritur. Tani, kemi ndikimin e hënës së re dhe kemi eklipsin, që është ndikimi më i mirë në këto ditë, e ka 5 ditë akoma, ku kemi mundësinë dhe kohën e duhur përsa përket çështjeve që do ndodhin, ose një vizitë tek mjeku nuk do ishte keq, ose gjëra që do vinë është pozitive, sepse bashkëshortja është në ndikimin më i mirë mundshëm shenjë së peshqve, zemërgjërsia, cilëtërsia, mënyra se si vinë gjërat, është koha më ideale. Dhe po të vëmë re dhe periudhën që ka të bëjnë, janë bashkë sepse e di pse janë bashkë, kush e ka fajin që janë bashkë këta si çift? Fajin e ka Mërkuri, e ka Afrodita, ka Neptuni dhe Plutoni urdhroni, ku është tek ndikimi i Bricjapit, pra Bricjapi që është bashkëshorti. E pa atëherë këta ku
ku ka shanse që mos ndodhin gjëra të çuditshme pozitive, për ja që ndodhin. Edhe zemërgjërsia që kanë si familje, edhe në përndikimin dhe atë që ata japin, për çon, di që thot, ti jesh me energji pozitive dhe të harrosh atë çka është, por ta jep krijues atë që ti kërkon, ti e ke në shpirt. Nuk ka shanse të ndërhyjnë asgjë. Prandaj nuk ndërhyjnë. Kjo është pozitiviteti që ka të bëjë në raste konkret. Prandaj mos më shqetësoni. Unë do doja në maj dhe qershor ishte më pozitivja, më korrektja, nëse do të ishte kjo. Do në thot Miku Joni për hershëm i emisionit, që po ju pres në ulës edhe jemi atje ku duhet pastaj. Në rastin konkret, ka ndikime shumë të mira dhe jo problematike. Mos u shqetësoni fare për këtë gjë, por vetëm gëzoni sepse edhe nga ana e dokumentacionit nuk ka vend për të shqetësuar në lidhje me bashkëshorten e djalit, që është diçka mjaft pozitive, sepse ka të bëjë edhe me mundësinë edhe nga vinë është ajo ndikimi të madh, domethënë sepse janë nga vetë struktura, nga njerëzit e bashkëshortës, nuk e diskutoj me këta që janë shumë pozitiv, por janë fisnik nga vetë njerëzit, dhe kjo do të thotë që është ajo harmonia, është ajo që nuk prishet dot, dhe sa do njerëzit mundohen të prishin, të ndikohen ose të bllokojnë disa gjëra, nuk ka shanse. Kjo botë jo, në botën tjetër nuk e diun. Po ndikimet që janë dhe pozicionimi i planeteve është më së pozitiv që ndonjëherë. Unë të falenderoj Jorgo, do të kalojmë tek një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ne kë flasim dhe nga na telefononi? Marr nga Fieri, urime për emisionin. Shumë kënaqësi e dashur, faleminderit. Për dy fëmijët e mi. Patjetër. 17 maj 97. Po. Ora e lindjes ka qenë pas ditë, ora 12:01. Dhe 1/11/2001. Ora e lindjes për këtë? 2001, ora e lindjes 10 e darkës 11. Dhe për çfarë? Po. Dua të di për shëndetin, ekonominë dhe për dashurinë, se s'po kujtohen fare. 14 maj 97 është djalë apo vajzë? 17 maj është djalë. Ndërsa datëlindja 1/11 vajza. 2001. Është vajza. Apo janë të dy djem? Jo, vajzë. Në rregull. 17 maj 97, apo? Po, 17 maj 97. Ka lind ditë mërkure? Po. Në rregull. Ndiqni parashikimin tuaj nëpërmjet ekranit. Ju falenderojmë dhe një ditë sa më të mbar. Faleminderit ju. 17 maj 97, 12 me 13. Domethënë midis 12 me 13, një. Po. Drekës. Po. Po tjetë. Prandaj të thash 13 për ta pasur. Okej. Atëre, 12 me 13, 12 me 13 që jemi brenda. Bëjmë parashikimin. Është kjo datëlindje është djalë. Po, djali. Shëndeti, ekonomia dhe dashuria. Ne marrim kjo e fundit, nga dashuria. Me që e kishin harruar. Po. Lindu ditë shtune. Tani, ky djali është mjaft pozitiv, do të thosha si në shoqëri, si njeri, mendon shumë, por nuk vendos. Meqenëse shenjës së demit, jo shenjë e demit, por ka ascendentën virgjeresh e ngacmon pak virgjeresha, ascendentja flasim, në basorës 12-13 që në tha, ka diçka shumë të madhe. Ajo që do shikosh një gëzim si nën, si familje, nuk keni pse të shqetësoni sepse ka diçka, po është në hije. Nuk e ka rezedjeri, sepse është shpat mali dhe disa të vinë rezedjeri, ka që do që ko. Por është pranverë, do thusha, është mjaft mirë. Dhe ajo që do vi, koha që do vi, rruga është, me këse ka shumë, është me bimësie dëndur dhe nuk duket, po duket si shenja, janë pozitive. Atë pse të më shqetësoni në gjëra që shikoni që diçka nuk po shkon, po kalon koha është aty, nuk ikën. Njerëzit ndikohen, rregullohen, por din shumë mirë kur është koha dhe kur nuk është koha në momenti, kur nuk është ora e duhur. Kjo për këtë ta garantoj 1.000.000% Jorgos është pozitive. Në lidhje me ekonominë, ajo që është shpëtimtari gjithçka është sepse është shenjës së demit. Do thoni juve prish. Jo, nuk demët prishin vërtet, por kanë brenda në trurin e tyre diçka që duhet të rezervojnë ose ta kenë rezervë pak më vonë.
është momenti i dur në lidhje me këto gjëra. Momentet dhe mundësi që jepen në kohën e dur, momentet që kanë të bëjnë në lidhje me realitetin, në lidhje me punë, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, ku kjo periudhë, ku ky moment bën që të ndiheni mirë me veten tuaj, të ndiheni mirë me atë çka jeni, dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, duke pasur parasysh edhe në lidhje me punë, edhe në lidhje me vazhdimsinë e dashurinë, gjithashtu ka diçka shumë të rëndësishme në lidhje me punën edhe vazhdimsinë. Koha më e përshtatshme që ndodh në fushën e punës dhe ndryshimet që do të ketë është pikërisht ky 6 mujor, dhe duke filluar nga fundi 6 mujorit, para fillimit 6 mujorit të dytë, ku qershor, korrik, gusht, shtator, tutje, do kemi gjëra të tjera që do lidhen, vërtet prindit e kanë atë të ndikimin të hajde sa më shpejt shohim në një beb ose të bëjmë një diçka. Do merret ato të gledisen, s'ka çfarë të bëjnë, dhe duhen me deo mos. Kjo është një kënaqësi familjare, sepse shqiptarët e kanë, familjet shqiptare e duan diçka të tillë, e kërkojnë me insistim. Dhe kjo është e realizueshme, dhe pse jo, është e ndikuar pozitivitet. Në anën tjetër keni mundësinë edhe çështje të rëndësishme që vinë në anën tuaj dhe në mundësi të arta që do të ketë kjo datëlindje. Prandaj do keni gëzim dhe jo probleme në këtë drejtim. Shkojmë tek shenja e radhës, pra tek datëlindja e radhës. 2001. 22 shkurt, jo? 1/11. Am fal, se nuk e. Është datëlindja më lart ajo? Atëherë, 11. po nëntor. 2001. 2001. Interesoheshe për 10 e darkës ora e 22. lindjes 22:00. Po. Shëndeti, ekonomia, dashuria. Atëherë. Do dëgjosh gjithmonë që ta kesh parasysh. Kur do thotë shëndeti, dashuria do jenë me patjetër akrep. Patjetër. Edhe këtu dhe zbulojmë bashkë, dhe shikojnë gjithë diskusit dhe pse ndodhin këto. Do fillojnë akrepët, se akrepët e kanë këta. E kanë, unë u a them këta, që të mos shqetësohen. Se kanë dy gjëra kryesore që nuk i kanë shenjat e tjera. Janë shumë telepatik, do thënë janë peshit intuitiv, po janë telepatik në anën tjetër, shumë. Kanë ndikimin dhe janë më delikat në ato çkabe, sepse nuk e ruajnë shumë veten, ruajnë gjëra të tjera dhe prandaj ndikohen. Por kjo nuk i pengon që të kenë ose të mos realizohen gjëra që duan ata ose në lidhje me shëndetin, se i bin pas dhe nuk do ishte keq, për shembull, se marrim për shëndetin në këtë aspekt, nuk do ishte keq për sa i përket një konsulte që mund të bëjnë, sepse jemi me gripi që është sheshit e këta gjëra, por këta nuk mund t'i futemi ne, nuk bëjmë gjithologë, nuk e bëjmë dot në tani. Ju alëm tyre gjithologëve këtë, domethënë që futen në anë të tjera, sepse mjekësia është mjekësi, është shkencë, janë tjera gjëra, janë përkasin dikujt tjetri. Mund përket kjo që kam këtu. Dhe ta dim, hiqen nga mendja këto të gjithologët që bëjnë edhe këtë tjetrën, s'kan lidhje fare me realitetin, s'kan për atë që ka thotë një, jo s'ken për mjekësinë. Por gjithsesi ka gjëra tjera astrologjia që jep, por gjithologët nuk e thonë dot se s'kan se si ta thonë, në kohë që duhet të t'jesh edhe në anën tjetër. Atëherë, kjo datëlindje duket se ka të bëjnë shumë me ascendentin Luan, forca, mënyra, kultura, gjëra që do t'i bëj vetë. Ka një veti shumë mirë me ascendente, pra akrep me ascendente në Luan, që thotë, akrepët flasin me sy, mendojnë në mendjen e tyre, për shembull janë shumë të përafërt, për shembull ti thuash për shembull me mendje, thos sa është largësia nga këtu deri atje? Ai deri ti ku thot 7 metra. Po ti vesh metrën, del 7:30, 7:20. Domethënë gabimi është i vogël. Sepse flasin me sy, matin me sy, i bëjnë me sy dhe me mendje e llogarisin. Janë shumë të zgjuar. Çfarë ndodh me këta? Këta kanë pikë reference gjithmonë, edhe pse është në rrugtimin e vet, vajza ka gjëra të tjera në mendime. Kjo merr nga gjyshi, merr nga babi merr inatin. Po. Nga mamaja merr zemërgjësinë dhe çiltërsinë. Nga gjyshi merr pjekurinë edhe atë që do të bëj. Nga gjyshi nga ne mamas dhe të babait në ndikime. Brezi treti bie. Që të kuptojmë pak. Arsye, ka shumë arsye në bazë të planeteve, sepse kemi disa planete që nga shenja në shenjë bëjnë 10 vjet, 30 vjet, 40 vjet, 163 vjet, pra lidhe në breza. Prandaj dhe lidhe dhe në astrologji në shenja të ndryshme. Ndikimi që kanë të bëjnë, mundësi që jepet kësaj datëlindje, risku dhe fati është, nuk e diskutojmë në atë, por mjekësia, elektronika, gjërat e tjera që do të bëj,
akoma është në dilemë, sepse do të bëjë një shkollë, nuk e di, shkollë, kurs, diçka të tillë tjetër, që është mjaft pozitive dhe di shumë mirë çfarë do të bëj. Për dashurin nuk i them fare sepse e ka vendos vetë, e ka firmos vetë, kështu që nuk i hyn fare se mesele, edhe si mos i hyni shumë. Mos ndërhyni sepse do prish një punë. Jo për një gjë tjetër, sepse e di shumë mirë se çfarë bën dhe ku do të shkoj. Dhe kështu që gjithçka është në kontroll dhe në ndikim më të mirë. Me hënën në dem, por nuk gabon kollaj. E imagjinoni lumë ata që kanë akrep dhe në këto të dhëna që duhet të kërkojnë miqëri dhe nuk e gjejnë dot. Janë disa shenja, në fakt, por qëllon që është, sepse kur kjo shenjë ka pas vështirësi maja në lindje ku ka qenë 6 muaj në këta, jep disa ndikime të kësaj çështje, për shembull në lidhje me shtatzanin, në lidhje me gjërat që ka bërë, sepse është destinuar për të jetuar dhe për të arritur në finish atje ku dëshiron. Të falenderoj, Jorgo. Do të mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Unë, Floreta, nga Prenjasi. Kënaqësi e dashur, po? Doja, urime për misionin. Shumë faleminderit, ju falenderoj. Jeni shumë komunikues, më pëlqeni shumë. Falenderojmë. Falenderojmë, shumë kënaqësi. Jo, falenderoj dhe unë ju. Dhe doja burit, 6 prill 68. 68? 6 prill 68. Përshëndetim për punën dhe për familjen në përgjithësi. Orën e lindjes e kemi të bashkëshortit? Nuk e di. Mos u shqetëso. Nuk e mbën mend. Mos u shqetëso. Që ka lindë dishtune nuk e diskutojmë. Ta garantoj këtë. Po, bashkëshortet dhe për djalin. Po. 26 gusht. 93. 26 gusht 93. 93. Ora e lindjes për djalin? 3 mbas dite. 3 mbas ditës. Ka qenë ejtë mbas dite. Ejtë. Dhe për çfarë interesoheni për djalin tuaj? Për djalin, për shëndetin, për punën, për dashurinë. Ndiqni parashikimin tuaj e dashur, ju falenderoj. Nëpërmjet ekranit të lutem. Gjithë të mirat. Atëre. 6 prill 68. Shëndeti, puna, familja. Atëre, marrim për familjen. Me qenë se shenjës së dashit mundohen shumë për të stabilizuar çështjet që lidhen me familjen dhe me gjërat. Disa çështje dokumentacioni që i merr, ka nuk e di çfarë arsye për çfarë, por kjo datëlindje as ka zmarohet në fushën ekonomike. Nuk është se është diçka shumë e madhe, por disa plane që paska janë të realizueshme për arsye të kohës, të periudhës ku ndodhin fenomenet. Nëse do marrim këtë 6 mujor, ka pas qenë problem në nëse mos gaboj 2023-shin, në maj të 2023-shit deri në shtator të 2024-s, çështje pune, çështje paraje, por kishte të drejtën e vet. Dhe këtë e fitoj me kohën dhe me mundësit. Dhe vjen puna tani, koha, që me planet që ka, mundësit që ka në lidhje me çështjet ekonomike financiare, nuk do keni probleme, sepse gjërat vinë ndryshe, mundësit janë të arta në atë çka do të bëj, por megjithatë edhe pse, vetëm të bëjmë pak kujdes nëse keni për bërë një blerje në gjë tani për momentin, prisni pak, sepse koha tregon që mbas muajt prill, i bie maj, shtator është koha më ideale për sa përket problematikave të ekonomike, për sa përket punës dhe familjes dhe gjërat të tjera, nuk ka asnjë dhe s'ka për pas probleme në lidhje me familje, përveç se disa gjërat tek tuk të vogla, sepse të shenjës të dashit janë pak nevrik për të drejtën e tyre ama. Edhe duan që familjet jetë ashtu siç ata e ndërtojnë, e kuptojnë, por mirë është dhe pjesa e bashkëshortes edhe të familjes që janë shumë të lidhur dhe ndikime shumë pozitive që kanë bëjnë dhe momente që kanë, sepse duke pasur parasysh në disa planete që ndikojnë, na themi gjithmonë, ku kemi diellin në dash, kemi hënën në gafore, kemi Mërkurin në peshk, Afroditën në peshk, ku është
Afrodita në peshk, kur ka lindur në vitin 1968, imagjinoni tani në 2026 që është në shenjën e peshkut, ku është momenti, pra, është koha nga dita e sotme, që vazhdimësia do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe, prandaj themi data e lindjes, kjo është pra planetet kur kanë qenë atë kohë, fillojnë që janë sot. Në këtë, pra Afroditën, që unë e thashtë në mëngjes nëse na ndoqën në emisionin e mëngjesit në 7:30 që kemi, dhe tani që unë ju them, përsa i përket kësaj datëlindje, gjërat që kalon para 3 viteve pa realizuar, se unë e thash dhe ju po t'i vini re, ta shikoj bashkëshortit, kanë ndodhur disa gjëra të vogla me pak drejtësi që janë bërë, dhe vjen një moment tani që këto do plotësohen, do rregullohen, është stabilizuar, nuk e diskutoj, dhe koha tregon që është me shumë ndikime pozitive dhe vazhdimsi. I gjithë viti mos më shqetësoni, sepse ka dhe surpriza në lidhje me ekonominë dhe me gjërat e tjera që do të ndikojnë në favorin tuaj. Djali 26 gusht 93. Ora 15. 15, po. Ditë e njëjtë. Po, ditë e njëjtë. Po. Shëndeti, puna dhe dashuria. Atëherë, në lidhje me shëndetin, ndikimi që ka të bëjnë me qenë se e lidhet shumë me shenjën e Virgjëreshës. Virgjëreshat ndikohen, por jo se ka probleme shëndetin herë harrojeni, nuk i hyj kësaj me seleje fare unë. Nëse nuk ndjen mirë, një konsultim me mjekun është në rregull. Besoj që jeni të kënaqur me këtë që unë e them, sepse deri këtu e themi dhe koha kur është konsultimi, po e gjejmë, është në anën e astrologjisë, sepse kur kemi hënën e re, hënën e plot, ndikime planetare japin mundësi dhe japin kohë. Një konsultim me mjekun, themi në këtë periudhë është mjaft mirë. Pse jo, dhe mund të shkojnë. Në rastin konkret të tjetër, duke lindur në orën 15 që ka lindur, ascendenti është shigjetar. E pak i padurueshëm, do të thosha unë, nxiton për të arritur finish. Po pse të nxitosh ti? Po ke rrëzuar njerë, nuk rrëzohesh më. Por i di çfarë bën, di ku do të shkosh. Dhe është mundësia më e mirë, mundshme tani për tani, por meqense kokëforcia nganjëherë nuk është fort mirë, sepse ti ke në ndikimet që ke të bëjnë, në mënyrën se si vijnë gjërat, është një nga momentet dhe periudha ku hëna në shigjetar, pra ajo që them unë ecën me shpejtësi do të arrish në finish, pra kemi ascendenten këtu, ja pra kjo është ascendentja, këtu është hëna, dhe kur kemi këto dy gjëra në ndikimin në shigjetar, pra do të thotë që është ajo e nxitimit. Mos u nxito që të arrish në finish. Ec avash sepse nxiton, aty ke fituar pikë dhe ke fituar ato që ti të mungon në fushën e ekonomike financiare, në lidhje me familjet, në lidhje me gjërat e tjera që do të ndikojnë, kur është koha më e mirë për stabilizuar gjërat. Është në tani, në ky 6 mujor i parë është janar qershor, janar korrekt, më mirë, kur futet dielli në gafor është idealja, më mirë prishet them unë. Në anën tjetër, sepse ka dhe diçka shumë pozitive, dhe korrik, gusht, shtator, tetor, pra korrik, gusht, shtator, tetor janë 4 muaj që janë shumë të mira, të volitshme, ndash për të lëvizur jashtë, ndash për të qenë brenda, ndash për të bërë nismë një punë të re, atë punë që ke mbaje mirë se ka diçka tjetër ajo në mes, se je në pritje për të bërë diçka të re, po e ke po mbaje sekret, mos ja tregoj njeriu se nuk të shkon po e tregove, dhe gjërat e tjera janë në anën më të mirë të mundshme. Dashuria është diçka si vese mëngjesit, por nëse do ishte e mirë ta bisedosni, është puna e parëndjelli, sepse vesa po i futet dielli rrezaton dhe pastaj shpërbëhet, atëherë do ishte e mirë që ta rishikoni, ta bisedoni, tani që është koha, është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë shumë e rëndësishme mbi atë që kërkoni, mbi atë që dëshironi dhe dashuroni. Prandaj shikoni, bini pas, mos e lini pas dore. Këto pra janë. Të falenderoj Jorgo, do të lexojmë dhe një mesazh të fundit dhe jemi drejt mbylljes. 14/6/74. Po. Si do të jetë ekonomia për vitin 2026? 14 qershor 74. Ekonomia. Po, për këtë vit 2026. Po. Vendlindje s'kemi, orë s'kemi. Jo. Okej. Atëherë, lindur ditë premte. Në lidhje me anën ekonomike dhe punën, për sa përket këtij viti, duket se pikërisht do të pasur pak kujdes në lidhje me disa shpenzime, sepse vërtet binjakët shenjë ajri janë, mundësit janë, koha që ndërgon në anën tjetër, keni disa gjëra që duhet
të keni pak kujdes në disa bisedime që do bëni, sepse kjo lidhet shumë me punën aktuale, lidhet edhe me një çështje që e lën pezo për një udhëtim që do të bëni, por ky udhëtim do ishte mirë në fund të marsit, fillimi i prillit, ku është edhe prilli gjithmonë jep një mundësi të mirë në vazhdimsi dhe në veprimet që bëhen, por vazhdimësia duket e mbarë në çdo aspekt të gjërave. Por megjithatë, në anën tjetër keni dhe mundësi të arta që lidhet me karrierën, lidhet dhe me ndryshimet të një pasojshme që do të keni në fushën ekonomike financiare, disa të gjini atë stabilizimin tuaj, por stabilizimin e keni në një farë mënyre, por do doni edhe një burim të ardhas të dyta që është e mundur që të realizohet, prandaj bini pas mos e lini pas dore. Unë të falenderoj Jorgo në fakt për të gjitha parashikimet, është gjithmonë shumë kënaqësi. Ju falenderojmë të gjithë që na bashkoheni çdo ditë për të bashkuar përmes telefonatave apo mesazheve për hartat tuaja astrologjike. Shumë kënaqësi dhe do ritakohemi sërish nesër. Shihemi Jorgo. Edhe unë ju uroj më të mirën e mundshme, një ditë shumë surprizuese kjo e sotmja, bini pas të më kujtoni dhe rishikohemi nesër përsëri me parashikimin e vazhdim.